Mirdita të gjithëve, çfarë është bordi i paqes? Padyshim i keni parë lajmet ku flitet shumë për bordin e paqes dhe disa shtete që kanë aprovuar për këtë iniciativë të re. Është një iniciativë e Donald Trumpit. Për ata që nuk e dinë, lexohet disa komente, disa pashë, disa video ku disa pretendojnë që është kundër ONU dhe kundër NATO-s etj. Jo, nuk ka lidhje fare me këtë. Do t'ju them se përse. Nga një anë, pastaj do të them se mund edhe të kenë të drejtë këta që flasin. Sepse Donald Trump mori këtë iniciativë për stabilitetin në Gaza. Pra, kjo është iniciativa fillestare. Ai kërkon që sa më shumë shtete të ketë që të firmosin bordin e paqes dhe aq më e qetë do të jetë përplasja në Gaza. Pra, në fillim është kjo iniciativa. Ndoshta, me kalimin e kohës, dal nga dal, mund të bëhet edhe një potencë e madhe. Pra, mund të bëhet një përmbledhje e madhe të gjitha shteteve, që secili shtet të firmosi, dhe në këtë rast askush nuk mund t'i shpëtoj dot me një fjalë paqes. Mendoj që mund të jetë dhe kjo. Pra, për disa komente dhe disa video që pash mund të kenë dhe të drejtë, sepse dikush nga këta, pra nga këto video që pash dhe nga këto komentet, mendon që në grupet që ekzistuese, qoftë në ONU apo në NATO etj, janë grupe që lëvrojnë në bazë të disa grupeve të tjera të fshehta ose të disa njerëzve shumë të fuqishëm që i lëvizin këto forcat në bazë të kritereve ose të një projekti të tyre. Nuk e dim kuptuat apo jo. Pra, në disa video, në disa komente, mendojnë që Donald Trump do që t'i heqë sovranitetin Deep State-it. Për ata që nuk e kanë kuptuar, Deep State është një organizatë, një grup, si mund të quhet, që gjendet brenda shtetit, ku lëvron ose manovron çdo politik në botë, çdo të ardhur financiare dhe njëkohësisht edhe këto grupet që ne njohim të mëdha, si për shembull NATO, ONU etj. Mendohet, këtë thonë disa nëpër këto videot dhe mundet që Donald Trump ta ketë projektuar këtë pikërisht për këtë arsye. Pra që me kalimin e kohës të mund të ketë më t'ja u heq, sepse në këtë formë i heq sovranitetin grupeve të tjera. Në qoftë se ai e bën këtë, me fjalë bordin e paqes, e bën që të firmosin që të gjitha shtetet të botës, secili i shteteve të botës të mund të japi një bazë ekonomike. Në fakt, deri tani ata kanë mbledhur rreth 17 miliard dollar, me sa e kuptova, por më e rëndësishmja është që në këtë bordin e paqes ka shumë rëndësi që është Kosova. Edhe Shqipëria, por Kosova është tepër e rëndësishme dhe du të them se përse. Kosova është një nga vendet që ka më pak stabilitet në gjithë territorin që gjendet në Ballkan. Dhe në qoftë se keni vënë re, po ta shikoni Kosova me përplasjet që ka kohët e fundit me Serbin në një situatë të tillë, në qoftë se firmoset bordi i paqes, ka mbështetjen totale të Amerikës. Kjo është tepër e rëndësishme sepse në qoftë se nesër mund të ketë një problem me një fjalë me armë, mund të ndodhë një përplasje me armë mes Kosovës dhe Serbisë, ndoshta tani jo më, por e zëm. Pra, ka mbështetjen totale të Amerikës dhe kjo është tepër e rëndësishme, njëkohësisht edhe Shqipëria. Shqipëria ka relata jo të mira me Greqinë, njëkohësisht edhe me Serbinë, dhe kjo e forcon akoma më shumë lidhjen me perëndimin, pra me Amerikën. Dhe bordi i paqes në këtë rast është thelbësor për Shqipërinë dhe Kosovën. Pra, nëse do ta marrim tani të shikojmë, përveç se vendeve të tjera, unë them që Kosova dhe Shqipëria janë pikat bazë për këtë iniciativë tepër të rëndësishme. Pastaj doja të nënvizoj edhe diçka vërtet shumë të rëndësishme. Për shembull, në këtë bordin e paqes kanë marrë pjesë edhe disa shtete që ndoshta nuk kanë nevojë për bordin e paqes, por duhet të dini dhe atë që thash më përpara, që ndoshta mendimi i Donald Trumpit ose iniciativa e tij ose pikësynimi i tij është që ai të arrijë të mbledhi të gjitha shtetet e tjera, pra të gjitha shtetet e botës. Duhet nënvizuar që Amerika gjithmonë ka patur këto iniciativa, le të themi, të ndryshme që nga vitet
50, ndoshta edhe më përpara. Për shembull, siç e kam thënë, në vitet 1970 u mblodhi 190 shtete të botës për arsye të tjera që i kemi thënë disa herë, dhe për bordin e paqes, me fjalë iniciativa e tashme e Donald Trumpit, unë mendoj që është ajo më e rëndësishmja dhe do t'ju them se përse. Në qoftë se të gjitha shtetet do të merrnin pjesë në bordin e paqes, po flas në të ardhmen, nuk po flas tani, por se tani janë vetëm një pjesë dhe flitet vetëm për zonën e Gazës. Pra, duhet të dini që është tepër delikate. Pra, në Gaza është një moment vërtet delikat, sepse aty vihet në diskutim jo vetëm Palestina, por edhe Irani, Iraku, pastaj edhe më lartë, dal nga dal, por edhe Arabia Saudite. Pra, ai kërkon, sepse është efekti domino që mund të ndodhë. Kështu që, për mendimin tim, Donald Trump kërkon një qetësi që mos të shkaktohen probleme të mëdha në të ardhmen. Dhe në qoftë se atë që po thosham përpara, në qoftë se do të mblidhen të gjitha shtetet e botës në bordin e paqes dhe të firmosin që të gjitha shtetet e botës, unë jam i bindur që kjo do zgjidh shumë probleme në të ardhmen. Shumë probleme në të ardhmen. Nëse e mbani mend, e kemi thënë edhe herët e tjera që secili shtet kërkon sovranitetin e tij, kërkon që të ketë një stabilitet dhe sovranitet. Mirë po, fitojnë vetëm shtetet e mëdha, ato që janë më të forta. Shtetet e vogla, nëse do ndahen shtetet po flas. Dhe në qoftë se shtetet ndahen, fitojnë shtetet e mëdha dhe ata do të jenë gjithmonë në kërkim të tokave ose edhe të politikave të shteteve më të vogla. Dhe në këtë rast Shqipëria dhe Kosova janë vende shumë të vogla dhe mund të krijohet problem në të ardhmen, qoftë të stabilitetit në vend, por qoftë edhe të kufive. Është e vërtet kjo që është studiuar nga njerëz që merren me gjeopolitikën. Dhe unë mendoj që në qoftë se të gjitha shtetet do të vendosin që të kenë paqe, atëre do të hiqet sovraniteti shteteve, sepse do ta ketë bordi i paqes. Njëkohësisht, në bordin e paqes, nëse ti firmos, nuk mund ti shmangesh dot firmës. Pra, në këtë rast, bordi i paqes, përveç se në këtë moment është vetëm një fazë fillestare, unë mendoj që është themelore jo vetëm për Gazën, jo vetëm për Shqipërinë dhe Kosovën, por dhe për gjithë botën. Tani, unë doja t'ju pyesja ju çfarë mendimi keni për bordin e paqes së Donald Trumpit, çfarë mendimi keni për këto lëvizjet e tanishme, për pjesët tjera të lëvizjeve që po bëhen për shembull si në Rusi apo në vende të tjera, dhe doja t'ju thosha edhe diçka të rëndësishme. Disa pretendojnë ose mendojnë që Shqipëria, Kosova apo edhe vendet tjera në bordin e paqes janë të detyruar që të japin të ardhua financiare për të mbajtur bordin e paqes në këmbë, sepse si do mbahet ky bord, duhet të ketë shpenzime. Dhe që gjëja Donald Trump ka kërkuar të gjitha shtetet. Ç'është e vërteta, Amerika ka investuar për bordin e paqes $10 miliard. Dhe deri tani janë mbledhur $17 miliard, ku disa nga shtetet kanë vendosur një buxhet secili. Me sa jam i informuar, as Shqipëria, as Kosova nuk kanë dhënë të ardhua financiare ose nuk kanë dhënë sepse nuk e kanë për detyrë, si tha dhe Albin Kurti. Albin Kurti tha që nuk e kemi për detyrë që të pagojmë, kështu që ne nuk pagojmë. E njëjta gjë ndoshta edhe me Shqipërinë. Megjithatë, është për të nervizuar që bordi i paqes ose çdo lloj organizate është e detyruar që të ketë një grusht para për të mbajtur, sepse bëhet fjalë për armatime, bëhet fjalë për siguri, sepse kjo është siguria. Ti për të bërë paqe, ti je i detyruar përveç se firmos, por je i detyruar edhe të bësh një ushtri të përbashkët dhe një lëvizje të përbashkët. Dhe kjo ka një kosto. Kështu që pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë, dhe nëse jeni për shembull qytetar të Kosovës apo të Shqipërisë apo të Maqedonisë apo të Malit të Zi, çfarë mendimi keni në një rast të tillë nëse nuk do të merrnin pjesë në bordin e paqes. Dhe tani që marrin pjesë, a është e rëndësishme apo jo? Pres komentet tuaja, kalofshi një ditë të bukur, punë të mbar, ju përqafoj të gjithë,
dhe falenderit, sinqerisht falenderit që jemi prerë bashkë. Shpërndajni këto video, kush nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe falenderit për herë që jemi bashkë. Kalofshi bukur.